Përshëndetje. Përshëndetje. Ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe duhet ju them që po më shojnë shumë këto video që bashkëbisedojmë. Do thoni ju pse ky bashkëbisedim. Do të jetë videoja me intervistë nga ndjekësit, por unë nuk di pyetjet. Unë thjesht kam vënë story në Instagramin tim e Ona Visposh Vlogs, ja kam dhënë telefonin Anxhit dhe Anxhi midis qindra pyetjeve ka zgjedhur disa, besoj. Apo i ke zgjedhur gjitha? Jo, unë kam zgjedhur ca pikante kështu, të lezetshme. Me qëra fjala për pikante, unë kam menduar diçka. Se unë e di që ti mund të zgjedhësh pyetje që unë edhe si përgjigjem dot, se je një ti, kështu që kam marr. Kam marr këto patatinat, që do t'i hapim tani. Ja zgjosh ti çfarë jam. Që në qoftë se unë nuk do përgjigjem, do ha këto me, po këto të përvolojnë. Shpesh kësaj. Do të përvolojnë. Do ha një patatin me spec super djegës, janë super pikante. Ta provoj një motra. Pastaj. Do ta provosh? Lere tani. Okej, po mbaj patatinat këtu dhe ndërkohë Anxhi mund të nisesh me pyetjet. Ishin goxha pyetje, ishin shumë pyetje tek Asku. Unë kam zgjedhur disa prej tyre që më duken më interesante mua për tipin tim, domethënë si Angelina, se di dhe që semi një lloj kështu. Si tipe, jemi të ndryshme. Dhe i kam këtu në telefon, tani të shohim si ta përgjigjet kja i me matër. Një nga pyetjet është pyetja e parë. Kjo, çfarë do bëje nëse do ishe pa martuar? Ta them këtë? Çfarë do bëja? Çfarë do bëja? Unë që ja një mendjen mirë kësaj time motre, di shumë mirë çfarë do bënte kjo. Kjo do bënte një grafik, siç bëjnë ato të punës, po kjo ende kishte ndryshe. Një ditë do flejnë në kjo shoqe, një ditë në tjetra, një ditë do mblidhemi në grup, ja këtë do bënte kjo. Në fakt, po, kur isha pa martuar, mblidheshim shumë me shoqet, edhe gjë më e bukur që mbaj mend të nga ajo periudhë është që dilnim shumë me shoqërinë dhe kemi bërë shumë mirë sepse në fund të ditës mban mend ato kujtimet e bukura. Kështu që Anxhi ktheu shumë mirë përgjigje, këtë do bëja edhe unë. Grafik në secila shoqe me radhë çdo ditë. Më kujtua ti o tregoja të kallate. Ke? Më kujtua një. Një herë tjetër tani. Atë të tregoj. Më kishte thënë do ikte fletha në shoqja në Enxhit. Po Enxhin e kemi gjetur aty në shtëpi. Jemi dakord të dimë që ishte nga Enxhi, kështu do i flet nga jonë. E ku ishim? Në parti? Se i thashun, mami, të shko me merë ato se ngeli rrugë, thashun të maceroshin erëvat. Hajdi mami atje, ku është? Si ku është? Se është të nga juve, kështë në këshu e dim. E këta zonja, kështë që në parti, ishin ngëdhire ati me shoqet, ishin bërë një grumbull i math në shpinë, Marejnë, ku ishin atërë. Marejnë, më duket. Edhe këto do bënte kjo kur që pa martuar më rëvish. Okej, vazhdo me pyetjet e tjera. Atëherë, pyetja tjetër është, nëse do ishe ushqim, si do e kishe emrin? Banane? Jo, domatkë. Ose spec. Domatkë. Domatka do e kisha emrin. E jona domatka. Unë ha shumë domaten ose specin. Ose do ta kisha emrin piperkë, ose domatka. Domatka është perim, kjo thot nëse do ishe ushqim. Po ushqim me domate. Ushqim për të ngrënë, kështu ushqim, mos e ka fjalën për diçka të gatuar. Jo, nuk mendoj. Jo? Fasule më. Po e fasulet i kam shumë qef. Do isha ose do kisha emrin ose fasule ose domate ose spec. Një nga këto të treja. Tani ajo thot një, si do e kishe emrin? Domate, se unë pa domate si jetoj dot. Okej, zonja domate. Vazhdojmë. Nëse do kishe mendësi të kishe një super fuqi. Mundësi, mendoj që ka fjalën. Nëse do kishe mundësi të kishe një super fuqi, cila do ishte kjo? Edhe të ka bërë një shënim shumë e mirë thot. Të falenderoj që më ke komplimentuar. E sigur që po të kisha mundësi do të takoja njerëzit që si jetojnë me. Të kisha super fuqin që ti takoja. Kjo do ishte ëndra ime. Më përpara se kisha menduar, po tani që jam në këtë situatë, këtë do kisha. Po ti motra? Mendoj se këtë gjë do doja dhe unë paka shumë, sepse është diçka që është një emocion që njeriu do ta përjetoj kur s'ka diçka që. Vazhdojmë. Nëse do mund të ndryshoj emrin tënd, cili emër do e veje? Cili emër do vije domethënë? Pse më jep motivim të dua Xhenki. Love you dhe unë Xhenki. Unë nuk do ta kisha ndryshuar kurrë emrin, më pëlqen shumë emri e Jona. Kështu që nuk do ta kisha ndryshuar, por nuk dua ta këtë
patatinën tani, që mos e them, kështu që po them një përgjigje që mos ha atë patatinën, por Zëmbyle. Leona, jo zëmbyle. Zëmbyle. Leona, sepse mendoj që kam pak luanesh brenda vete, se do më përshtat që kjo Leona. Edhe jam edhe në gusht, jam shenja luanit, Leona. Se dia ka emër Leona, nëse ka më komentoni. Jo, ka Leona, po Doja t'ja vija emrin djalit me Alfon, kishim shumë qejf t'ja vinim Leonardo se Leon. Leo. Kisha unë qejf për këtë në fakt. Edhe pastaj. Edhe unë isha pro kësaj, po ishte ta nuk kryesor. më dëgjuan. Kështu që Leona. Gjithsesi djali ka një emër shumë të bukur. Po. Rej. Një pyetje tjetër është çfarë do bëje ndryshe po ti ishe djalë? Jo kjo e jona që e ke menduar ndonjëherë thot? Po ti ishe djalë. Kështu kur bëra ashtu në snapi atëre si çun, bukur dileti motra. Besha shumë i bukur si djalë. Po ta gjej atë foto do t'ja ule diku këtu, se si do isha unë çun. Besoj që do e gjej dhe do t'ja u vën. Nëse se gjej, nuk e vendos. Mos ana shkalo tani, çfarë do bëje po ti ishe djalë? Po ti isha djalë. Do doja të merresha me showbiz, do isha ndonjë reper. Reper. Kjo qesh sepse mendoj që unë jam tipi butë, e urtë, po me vërtet do isha ndonjë reper. Ndonjë djalë. Duke recituar do shkoj. Do kisha emrin Joni, se Joni, e do isha ndonjë Joni. Nuk e imagjinoj dot. Po, edhe do isha, nuk e di, do kisha ecur shumë, do isha reper, do bëja shumë videoklipe, do shëtisja në përshtete, do më thënë koncerte në përshtete, qëra kështë. Diskutohet e për çtiture? Ca ana tjetër e Jonës, po të ishte mashkull, do isha shumë serioze, do kisha krijuar familje. Shef policie si thuhet. Komandant. Tash po ja merr motrës këto tash. Këto i ka për motra për ti, mos e vri mendin. Ndonjë gjyqtar do isha. Nëse do mund të bashkëpunoje me një person të famshëm, kush do të ishte? Po mos themi emrin tani patatina. Tash të përveloftë. Se s'është që çfarë bashkëpunim mirë? Po, me të famshëm. Okej, se di sa të famshëm mund ta quani ju, për mua është Drilon Hoxha. Do bëja një film. Besoj që do isha një aktore shumë e mirë. Si mendon ti motra? Mua më kanë bërë si ofertë edhe. Besoj që për film Mua më kanë bërë si ofertë, pyetjen ja bëjnë kësaj. Nëse. Nuk e hangra patatinën. Pa me s'ka ndonjë pyetje shumë e shpejtë, se unë ngela pa Ja do të kran. motra. Si e përshkruan veten me 3 fjalë? Je shumë e mirë, thotë. Kjo ka dëgjuar dhe një zemër roz. Të falenderoj. Veten me 3 fjalë. Unë vetëm do ta përshkruaj me shumë fjalë, po 3 që më karakterizojnë shumë, jam shumë besnike, do me thanë si në shoqëri, si në marrëdhënie me të gjithë njerëzit. Po me kështu ta kishe ti besnike. Po, e mund ta kisha. Si Daja. Besnike, shumë besnike, shumë e duruar, mbar rekord. Po të kishte do me thanë durimi një emër, do kishte emrin tim, e duruar, besnike dhe jam mirënjohëse. Do me thanë për gjërat që vërtet mua i vlerëson. Më bëjnë diçka të mirë, unë gjithmonë e vlerësoj, jam shumë mirënjohëse si njeri. Pastaj i kam me gjërat e tjera e dashur, xheloze, kam gjëra negative, pozitive, po këto 3 i kam kështu, on top. Atë një pyetje është çfarë do të bëje nëse nuk do të bëhesh youtubere? Please, kthe përgjigje. Çfarë do bëhesh nëse do bëhesh youtubere? Çfarë do bëhesh? Kur të rritesh. Kur të rritem dua të bëhem aktore. Ose aktore? Jo, kur të rritesh, tash ju. Po bisha kam, zere sa me vogël. Unë do isha ose aktore ose do punoj një punë shteti në një zyrë. Se çfarë do bëja tjetër? Kur ishe e vogël thashë më tram do të bëja miss. S'është që okej, tash ëndra dhe ambicie kanë të gjithë, mund të them unë që do kisha 10 biznese, bla bla bla, okej. Po që unë mendoj që do kisha një jetë të thjeshtë. Sa më? 10 biznese? Po për shembull, se kush nuk do donte ti kishte me shumë punë mund t'i arrish, por po mos isha youtubere, do isha diçka shumë thjeshtë, ose një punë zyre si gjithë njerëzit e tjerë, ose aktore. Nuk është që. Tash ajo e ka fjalën për një gjë që ty do të karakterizonte vërtet çka ngel në mendje që aktore. Do bësh aktore. Fantagiru. Se kështu luante për shembull me Fantagiru, ja previ nëna flokët e bari si Fantagiru akte kështu me kështu si rëmbullak.
Vazhdojmë. Një pyetje tjetër është po të mund të flisje me ndonjë kafshë, me cilën do flisje dhe çfarë do i thoshe? Me pipon. Me pipon tim. Po me pipon e Ancit qenin e tim. Tajsit. Se s'po them me qeni se ti ofendojsh, po ti them qeni Se s'ofendohem unë, qenë është ai, po është se kemi si njeri. Unë e kam shumë të dashur, e kam si Po djalë. do flisja me pipon e do t'i thoja këdo më shumë Ancin apo Ajsin. Këto pyetjet e kalamajve, domethënë. Jam shumë kurioze ta di. Çfarë presioni që mund t'i bëj kjo domethënë qenit? Këdo më shumë Ancin apo nuk i ndan dot ai. Po mirë, unë Një radhë që e lanë në mes të rrugës, e lanë nga do vinte, ajo shkreti as te as anden keli aty. Ne po mirë, unë do isha shumë kurioze prandaj. Nejse. A ke bërë ndonjëherë sikur nuk e pej dikë që të mos e përshëndesje? Pyetje. Këta nuk e se do hash patatin. Do ha një patatin. Ha, dia unë. Se kam frikë se do i kujtoj ndonjë njeriu ndonjë gjë. Do të hash. Nuk po them as po as jo. Si të doni mendojnë. Kuptohet. I vi që ke bërë disa herë, ha? Përlovi. Kjo që në fillim të përvëllon, të djek. Dënja. Jo, se kam alë se ngelen pa bërë pyetjet pëse. Wow. Vazhdojnë. Pyetjet të përvëllon më shumë me atë për nejse. Atë një pyetje tjetër është, nëse do të bëhej film jeta jote, cili do të ishte titulli? Titulli filmit, domethënë. Wow, fix domethënë, a thash aktore, unë sikur e kam parandjer këtë pyetjen. Po e me ti. Atër titull për jetën time, kjo jeta ime. Ka dhe gjëra të... si erdhi kështu. Ka gjëra shumë të bukura në jetën time që ka ndodhur, përveç kësaj pjesës të fundit që ishte gjëja më e tmerrshme që dhe më e dhimbshme në jetën time. Që ishte dhe kjo, po thuaj se tamam si një film, se po dhe nuk e kishte menduar askush të që përjetuan. Jeta ime në fakt është si një film. Po cili do ishte titulli, thot, nëse do ishte një film jeta jote? Mendoj që me shumë gjëra të vështira që kam kaluar dhe me njeriun që jam që ngrihem sërish, mendoj që do ishte kur dhimbja kthehet në forcë dhe mendoj që do motivonte edhe shumë njerëz që mund të jenë duke kaluar dhimbje, situata të trishtuara, por që jeta prap vazhdon, prap është e bukur, prap del dielli, prap. Domethënë jeta gjithmonë është e bukur, por dhimbja do jetë gjithmonë brenda me ne. Nuk mund të them që jeta nuk është e bukur. Se do ofendoja Zotin pastaj për krimet që ka bërë për natyrën, për në njerëzit. Kështu që kur dhimbja kthehet në forcë do ishte filmi im. Qysh po të pyes, në qoftë se do doni një part 2 me Ancin, ti bëjmë ca pyetje me spec kësaj, po nuk do marrim patatina kështu, do marrim përveç patatinave do marrim edhe ca kështu tabasco, hot shumë djegës. Po pse më përvëlosh mua ti? Se do t'i bëjmë pyetje shumë e spec. Kështu që në qoftë se doni një video part 2 me Ancin, me pyetje shumë pikante për Ancin, shkoni në Instagramin tim Jonavis Sports Vlog se do vë një story aty që të bëni pyetjet tuaja. Tani pyetje për mua, të përgjigjem unë. Po, në qoftë se do duan, në qoftë se s'do duan, do ta bëjmë. Do të thënë, do t'i marrësh ti pyetjet, do t'i zgjedhësh e do më ashtu mua, si sot. Sa komente do që të bëhen? Mbi 200. Nejse. A sa komente do? Të lem një numër. Okej, po e them unë mbi 200 komente, në qoftë se doni video me Ancin mbi 200 po duan video me Ancin. Në qoftë se s'bën, nuk do e bëjmë video. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Atëherë pyetja tjetër është po të duhet të haje vetëm një ushqim për gjithë jetën, cili do ishte dhe pse pikërisht ai? Domate. Pritse se kisha mikrofonin, domate. Domate. Pikërisht domate se unë pa domate nuk jetoj dot. Nuk e di, domate jam. Për të jetën thot. Për të jetën vetëm domate, vetëm domate. Vetëm domate taje. Nuk më mërziten asnjëherë domatet. Stomaku gërr. Gërr. Tami un gërr. Mirë, pra. Atëherë vazhdojmë me pyetje tjetër, cila është gënjeshtra jote më e madhe që e kanë besuar të gjithë? Do hash ndonjë ashtu apo do ta thuash? Po të them një se dia e quhet. Që kam bërë sikur kisha një motor binjake dhe e besuan të gjithë që e kisha bërë atë editimin, të cilën ja di shumë për faleminderit Alfo, sepse ai ma ka bërë atë pjesën e editimit, pjesën më të vështirë. Ai ishte kryevepër. Po, ai ma ka bërë, por që duke ma mësuar një pjesë e kam bërë dhe unë, kështu që ajo ka qenë, domethënë pjesa kur unë kam thënë se kur kisha një binjake dhe shumë nga ju më keni shkruar, "Ua, Jona e vërtet ke një binjake që bëja si Maria, si kisha të emrin se se mbaj më E unë jam Maria, bjes ku isha kështu nga Greqia, nga Italia. Nga Italia më duket. E kjo është, quhet kjo? Quhet. Okej, që mos ha patatin. Leta gjykojnë të tjerë, quhet apo jo. Po të duhet të zgjidhje të mos lash flokët për një javë apo të mos lash dhëmbë për 3 ditë, cilën do bëje?
Flokët, të mos laj flokët. Dhembët nuk ridot pa i larë. Flokët mund të rria, kapja një topus, po dhembët... E shkon sa të kundër taj. Ti nuk do laj e dhembët? Okej. Nejse. Kështu që bëni ca pyetje të këtilla dhe për Rancin se shikoni. Po mirë me mua, dihet botërisht kjo tash për mua. Unë as unë kam kaçurela, mua nuk më duken flokët fare. Të mia natyrali kanë kaçurela unë, pavarësisht se i kret, se si dua ashtu si bufë që dukem. Vazhdojmë pyetje motor 1,5 m. Dhe thot, uroj ti jesh sa më mirë, ti dhe djali zemër e ta kesh marr veten sa do pak. Një pyetje doja të bëja, por pa qëllim të keq. A mendon se me kalimin e kohës do mund të krijosh një familje të re, se dhe ti je re, e bukur, gjitha të mirat i ke, gjunafta mbyllësh jetën, të lutem mos më merr për keq që të pyes. Okej, nuk po ta marr për keq. Për momentin mua më duket absurde. Kam thënë dhe e them që jetës nuk i dihet kur. Sot jemi, nesër nuk jemi. Për këta është e sigur, domethënë. Për gjërat e tjera nuk e di çfarë mund të ndodhë në jetën time, por tani në këtë moment që flasim, e mendoj jo, që nuk do krijoja diçka apo thjesht dua të ritrehin dhe kaq. E vetmja gjë që di për momentin nuk është as pjesa a do krijoja një marrëdhënie ose a do martohesha sërish, asgjë nga këto, përveç fokusit që e kam tek Rei, tek mirëqenia e tij, tek rritja e tij, dhe vetmja gjë që unë dua për momentin është të vazhdoj siç po vazhdoj, të kem forcën për të vazhduar me bashkëpunime, për të punuar me brende të ndryshme, sepse nëpërmjet kësaj pune unë kujdesem që Rei të rritet dhe të mos i mungoj asgjë. Nëse mund ta ktheje kohën pas në çfarë moshe do të shkoje, dhe çfarë do të ndryshoje? Je shumë e ëmbël dhe pozitive dhe duhet vazhdosh kështu. Të përshëndes, një pusje, një lule të ka çuar. Të pusë edhe unë. Atëherë do kthehesha 34 vjeç, 35, sepse ishte momenti më i bukur që Rei erdhi në jetë, që ishte dhe Alfo gjallë, ishte momenti kur kemi qenë shumë të lumtur, aty u plotsua familja jon, po që nuk zgjati shumë. Kështu që do kthehesha 34-35 vjeç. Atëherë një pyetje është, a i takon Rei gjyshrit nga babi? Po nga mami pse jo, apo pse janë fokusuar me babin? Nuk e di. Atëherë Rei ka vetëm gjyshen nga babi, sepse nuk e di sa e dini, por që Alfa e ka humbur babin e vet, tani për pak bën vitin. Sigurisht që e takon gjyshen, luan me të, e do shumë, ndjeti për këdhelur, kështu që po, normalisht, edhe gjyshen e mamit, e gjyshen e babit. Okej, pra atëherë një pyetje tjetër është, çfarë është diçka që të bezdis më shumë tek njerëzit? Moj ta marr vesh dhe unë, no, s'ta kam bërë ndonjë. Çfarë të bezdis të njerëzit? Pse ti mendon që s'më bezdis asgjë? Ha, çfarë të bezdis? Unë jam tip që asgjë s'më bezdis nga njerëzit, por e vetmja gjë që më bezdis dhe nuk e duroj dot, është shpifja. Kur shpikin si i bie. Ja, shpikja është tjetër, shpifja është tjetër. Shpikja është kur bën diçka. Jo shpikja, shpifin. Kur shpifin për, domethënë shpifje, dhe shpifësh për shembull për një gjë që sa ke. Domethënë ti mund të kesh diçka shumë serioze, mund të kesh një problem, një hall, një gëzim, një idhërim, ti mund të kesh çfarë të duash, por njerëzit do ta tjetërsojnë, do shpikin, do shpifin, se e kam këtë shpikin. Do shpifin sikur kjo gjë është ndryshe ose kjo gjë nuk më pëlqen. Kur shpifin, domethënë shpifja. E mos mirënjohja është gjë e keqe, po shpifja është në vend të parë. Më mirë ti jesh mos mirënjoh se sa të shpifësh. Më mirë të bëj një të mirë e hiç mos ma dish, okay, ma di Zoti, se sa ti të shpifësh për mua. Ndërsa unë e kam kur han ushqime dhe flas me gojap. Edhe të përsërin. Mos i më vjen, edhe njerëzit e mi si drojë do të. Jo, mua këto gjëra s'më bezdisin. Mua më bezdisin gjëra shumë të mëdha. Nejse. Atëherë vazhdojmë. Je milsuma. Më fal, ka fjalën je milsuma. Je milsuma. Me spec, shoqe, e di që ke, por tani do thuash një emër me xhan, më xhan cil ke. Nëse është gjua. Cilën shoqe duam shumë. Cilën ke? Aha. Një kështu. Sa ta mërzitesh këtu? Hajde më tra, hajde bëj fëmijët ke çe më tra. Në madhe me temperaturën pasaj se kështë sa të vete nga këtë. S'kam kërë shumë. Në fakt do doja ta thoja një emër që unë e kam pik të dobët, atë shoqe, e dua shumë, edhe të tjerat i dua shumë. Me çfarë fillon, thuaj. Nuk e them dot. Me thuaj.
Dhe doha këta, e di vetë ajo që e dua shumë. Ato mund të jenë shumë për nejse. Atëherë vazhdo me pyetje tjetër. Ha vlla. Do flas me kështu në gojë që të ta acaroj. E di ti se Do të thoya diçka për shoqërinë. Mbarota. Mbarohe. Prisni. Mbarohe. Dua të them që kam mike, shoqe shumë të mira prej vitesh, prej 20 vitesh, prej 30 vitesh, por edhe shumë të mira. Dalë mos bëj kur 50 vit. Jo moj, un jam 36, që 6 vjeç, që 7 vjeç. Okej. Për 30 vitesh. Kam dhe shoqe që i kam prej 5 vitesh, prej 3 vitesh që i njoh më pak në kohë, po s'kan të thon vitet, ka të thot dashuria që është shumë e madhe, kështu që kam dhe shoqe tani që i kam, domethënë prej pak vitesh dhe prej shumë vitesh, nuk i ndaj dot. Po jo, dua t'ja u them që ju dua shumë të gjithave, e dini ju kush jeni, ju kam zemra. Se unë me shoqet jam kështu, i kam si familje, jo shoqe. Po këta ta vazhdoj ta se sta shemër, vazhdo ti, lexo pyetje. Po ti do përgjigjesh si atë akoma. Vazhdo ti s'kaq. Shijoj? Vazhdojmë. Nëse do ishte gjinia tjetër, pra djalë, çfarë do bëje ndryshe nga e jona? Ishte si që ka para. gjë, po që kjo çfarë do bëje ndryshe? Jo, më çudit kjo gjë, pse ma kam pyetur 2 herë për shembull atë disa herë këtë pjesën po ti ishe djalë. Jo, si u dukesh ti që të kam pyetur. Unë nuk e di si u dukesh. Mos dukem si çunun. Po YouTube se dia do bëja po ti isha çun. Po të Jo, po të jetoja jashtë mund të bëja YouTube. Bas edhe mund të bëja YouTube që ti isha çiki veçantë me që s'ka shumë YouTuber meshkuj, të isha unë kryesorja. Flokët do të kishte bërë Bionte me një cullufe kështu anash, do më të YouTube. Hello. Pse jo? E thash tek përgjigja tjetër, kështu që ndonjë polic do isha ndonjë komentar. Vazhdojmë. Një pyetje tjetër është, nëse do të zbulonim një sekret për jetën tënde private që s'e ke treguar kur në vlog, cili do ishte? Edhe një shënim je shumë e mirë. E sekret tani. Tregoj thuaj tash. Po më thuaj. Po çfarë do them? Sekretin. Ti je sekreti. Ti je sekreti. Unë do ha këta më mirë. Unë çave se ngrani vallatina ama. Unë janë ca gjëra që nuk mund t'i them. Vazhdojmë. Mirë pra, mos e thuaj. Ndërkohë që ha ata gjë, mund të thonë unë. Vazhdojmë, cili është vlogeri shqiptar? Vlogeri, jo blogeri. Cili është vlogeri shqiptar që të bezdis më shumë, po pa e marrë shumë seriozisht. Të adhin tjetër. Do ta thuash? Asnjë. Po një keti po. Si, më bezdis vlogger që më bezdis. Që të bezdis, që shikon atë që ma kur bank. Nuk e thot e di unë. Nëse s'ka gjë. Po jo, po mendohem kush mund bezdis. Unë çfarë shikoj i kam qejf, prandaj shikoj. Atëherë përgjigju, asnjë. Jo, më fal pak, nuk shikoj dikaj që më bezdis. Kështu që nëse asnjë mos e ha këtë atë. Mirë asnjë. Daj motra për mua. Nuk jam tip që mbaj natë ose thjesht po s'më pëlqen se shikoj, nuk është që e shikoj e më bezdis, asnjë s'më bezdis. Një pyetje është. Pyetje pak e vështirë, thot, por a mendon se do qëndrosh në Pogradec dhe a e do më aq shumë qytetin tënd? Me kuptimin që me këtë që ndodhi. Shiko, për gjërat që ndodhin, unë nuk ja e do të fajin as kujt dhe as gjaje. Pra, gjërat ndodhin sepse janë mbase të shkruara, mbase aty e kanë kohën, orën, kështu që s'mund të urrej edhe mos dua qytetin tim për gjërat që ndodhin. Patjetër që do jetoj në Pogradec, edhe e dua shumë Pogradecin sërish. Do e dua gjithmonë. Faleminderit shumë, je shumë e mirë, kjo është e pyetja e fundit. Kaq. Okej. Pyetje shumë të lezetshme. Bravo të gjithëve ju që keni shkruar dhe ju falenderoj sepse unë u kënaqa shumë, po ti? Edhe unë duke t'i bërë pyetjet. Kurse unë u kënaqa se më dukshte sikur isha në një intervistë dhe ti ishe një gazetare. Por Mirë, për pyetjet e publikut. Për gazetare, e bëj? Shumë mirë, po. Mirë. Mbase do bëjmë ndonjë emisione të dyja, si dihet jetës. E bëjmë. Jo, unë kam mësuar në çike nga këto emisione që kam qenë e ftuar edhe. Unë kam qenë e ftuar, po s'kam shkuar në asnjë emision. Mëson një çik domethënë. Okej, atëherë, kjo ishte video. E kemi shijuar shumë, ju përshëndesim shumë të gjithëve. Mos harroni të lini një koment nëse do doni dhe Anxhin në part 2 me pyetje super pikante. Dhe bashkë do të shihemi në një video tjetër. Pacim! Bye.